hudër, kep, porre, kur ke hangër, mos ju afrani xhamia tona. Kështu ka thonë Rasulullah alayhi salam. Kjo I bjen falu të shtëpia. Nga që ka thonë Rasulullah alayhi salam, ka thonë për shkak se melaike I pengon ajo që I pengon bitë Ademit, domethënë njerëzit. Nëse dikush prej njerëzve nuk e ka qef erën e hudrës, dije që melaike nuk e kanë qef erën e hudrës. E sa në kara, sidomos në Ramadan, në Taravi, po edhe në Gjuma, e sheh që doket e ka hangër komplet hudrën, që është të shukan edhe ardhur anis në safin e muslimanëve. Nëse për një me don me hangër, haje, ama falu të shtëpia, mos ju afro xhamia, mos ha hudra, mos ha kep, mos ha porri. Mirë po nëse don tamam me hangër, atëre ban ato që ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka thonë mbytni ato me zime, me të pjekne, domethënë pjek e zim dhe I hupera. Problemi sa është e era musliman. Hopja erën, tani haje. Ama me atë erë, kjo është problemi musliman për shkak se beteje 30-40 në saf s'mund më koncentru. Problemi I ti, ndeni në shkallë se që ka thonë Muhammed a.s. ka thonë mos ju afroni xhamia tona, mos ju afroni vend falje tona. Kështu që nuk di çka me kanë, diçka më e madhe se sa me thonë Rasulullah a.s. mos u afroni xhamia. Kjo është jashtëzakonisht e madhe. E për ata po kam qenë ja kujtu muslimanëve, lutem Allahun azza wa jall më na ruajë